ka shumë shkaktarë. Mirë po, njëra ndër to mendoj që është mungesa e komunikimit e dy partnerëve. Ë, Masandej martesat e nxituara edhe për interesa, kur njëri partner domethënë nuk i intereson personi që do ta kaloj jetën me të, mirë po intereson më tepër ana materiale, kapitali i tij. Atëherë atë sa ka mundësi materiale kapital, domethënë martesa shkon ashtu me lule, mirë po kur mbaron pasuria, mbaron edhe dashuria, kështu që mendoj që ky është njëri ndër shkaktarët kryesorë në ditët e sotme. Gjithashtu dhuna fizike, psikologjike, kjo nuk diskutohet. Masanej mungesa e përkushtimit nga të dyja palët. Domethënë, jo vetëm njëri partner t'jap martesë, mirë po duhet edhe tjetri. Apo dëgjohemi? Po dëgjoj shumë mirë dhe më dëgjoj me shumë e vëmendje. Okej, gjithashtu është ndikimi i familjes që mendoj se çdo debat, çdo problem që e kanë të dy partnerët, çifti domethënë, është mirë ato brenda të diskutohen, të sqarohen, të komunikimi i hapur gjithmonë mirë, po mos me ndiku tjerë, mos me ndiku personi tretët e tjerë. Zakonisht familja e gjerë ndikon shumë. Gjithashtu mos përputhjet në vlera dhe besime. Gjithashtu edhe qëllimi i jetës tyre është mirë me pas ato pikat kryesore të përbashkëta. E të tjera. Qëndresa unë indirekt e kuptova që gabimi kryesor po bëhet para martesës. Domethënë tek përzgjedhja e partnerit. Edhe me të vërtetë është diçka që ndoshta po ndodh kohëve të fundit. Sepse të rinjt kanë prioritete tjera edhe kur nuk e ki prioritet për përputhshmërinë e karakterit ndoshta, po ki aspektin material, ashtu ka plasaritje. Fiks. Domethënë nuk është mirë faktikisht me ndodh me një pikë, ose pëlqimi, ose dashnia me njerë edhe me marr hapa të shpejt, mirë po është mirë me pa është shkollimi, për shembull, besimi gjithashtu është shumë i rëndësishëm, me pas besimin e njëjtë. Ndoshta edhe klasat janë shumë të rëndësishme se kanjëherë edhe kjo në fillim ndoshta është fillimi i kalon mirë sepse janë të rinj, shkon një kohë mirë, po nëse nuk përputhen paktën me qenë për afërt, atëherë besoj që ka gjithmonë ka mos mirëkuptim, kanjëherë ndoshta s'ka kohë për kushtim sepse janë drejtime të kundërta. Gjithashtu është edhe mungesa e devotshmërisë, po flas në aspektin islam, është shumë e rëndësishme me qenë, domethënë. Të përkushtuar ndaj Zotit. Alo? Po dëgjohesh Qëndresa, po. Se di pse po ndërprehet. Ndoshta mungesa e devotshmërisë ndikon besoj shumë. Natyrisht, sepse nëse praktikoj